Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllumpi Linçi. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, Fatmir Mediu është përgjegjës për tragjedinë e Gërdecit. Pasi shtyu gjyqet me vite, u kthyen nga Amerika me një letër mbështetje nga 6 senator dhe ja dorëzoi këtë letër prokurorisë. Si shpjegoni këtë mbështetje? Mirë, brama bashkëdetar shqiptarët e mi, si jashtë shtetit dhe brenda tokës të shqiponjave. Gazetarja po më pyet për një farë Mediu. Dashur shqiptarë, dhe zonja gazetare, Mediu ka vite e vite për vrasjen që u bërë në Gërdec, për fëmijët që u vranë, sidomos një nen që del çdo ditë dhe qanë pranë gjykatës. Edhe sot e pat vetë, para disa ditë, si që ka marifet Mediu, shkon me parat e taksave të shqiptarëve, me parat janë shitur armatimet duke vrarë fëmijët, shëtit në për Amerikë, gjoja vete takohet me lloj njerëz, që ata janë kurkushi, ka sjell një cop letër dhe kanë firmosur disa ambasador dhe disa kongresmen. Të dashur shqiptar, keni 32 vjet që me këto marifete këta kanë shpëtuar. Kanë vrarë, ju kanë vjedhur, dhe Fatmiri erdhi dhe dorëzoi këtë letër por në gjykatë dhe në prokurori. Ne jemi në dieni. Prokuroria nuk e pranoi. Po i them gjykatës dhe prokurorisë. Këtë fytyrë që shihni këtu ka filluar po del si Berisha para spakut. Dhe del dhe bën provokime sikur ky është kurkushi. Ky s'është as kurkushi. Ky është një cop ignoranti, një hajdut që është fshehur mbrapa një partie që s'ka asnjëri antar, ka bërë miliona dollar, ka vila. Unë po i them gjyqtarëve dhe prokurorit, mos e lini më jashtë, arrestojni sa më parë prokuror, gjyqtare. Nëse ti e shtyn gjyqin, ti do arrestohesh. Sepse ai gjyq është gjokosur me vrarë në Gërdec u hodha bomba tamam si bombë atomike. U vranë sepse shisnin armatimet dhe i vinin emra kines që të largoshin prektush dhe i shisnin. Me gjakun e shqiptarëve që kanë punuar për 34 vjet, këta të rrugaqërisë, si Mediu, e me radhë të gjithë të dy partit kanë ndjedhur. Gjyqtar, arrestohej sa më parë, jepi dënimin e merituar, konfiskimet janë bërë çdo gjë, konfiskimet ju bën do t'u hipen shqiptarëve. Prandaj, zonja gazetare, këto ditë do shihni troditje në familjet e tyre, hidhërime, kurse do shihni gëzime në 97% të shqiptarëve do gëzohen për arrestimet e këtyre. Unë e thashe më 13 qershor që fillojnë arrestimet, unë kam thënë që më 13 qershor fillon dhe lufta e tretë serioze, siç ka filluar në Iran me Izraelin. Shqipëria është e siguruar dhe të gjitha këto ditë arrestojnë që të gjithë. Bilem, po e them para shqiptarëve, do arrestohen para 4 Jullaj, 4 korrikut. Është dita e çlirimit të Amerikës. Dhe ne do bëjmë një festim përsëri. Aty ke Skënderbeu duhet t'jeni të paktën me qindra dhe me mira 1 milion t'jeni aty. Ta festojmë ditën e Amerikës dhe ditën çlirimin e Shqipërisë.
Profesor, ju keni folur shpesh për arrestime, gjithashtu edhe televizionet flasin shumë për arrestime dhe populli po pret arrestime. Pse nuk po ndodhin? E thash, zonja gazetare, 1 minutë më parë, arrestimet filluan. Janë shpërndar në parlament, janë shpërndar në qeveri, janë shpërndar në për familjet e PD-s, të quajtur PD, patas janë PD, arrestimet të ditë, pavarësisht se ata kanë filluar, si që dëgjuan për Berishin që është i sëmur, kanë filluar të venë në për spital, gjoja janë sëmur. Unë e thashe më para, edhe në tezgët që themi ne shqiptarët që nxjerr nga ambulanca, do venë të lidhur duare e këmbë, edhe do venë drejt në burg për atë që i kanë bërë këti komë, që e kanë shkatruar moralisht, që e kanë shkatruar ekonomikisht, që s'kan lënë njëri të pi një gotë ujë dhe në fshatin më të largët të Shqipërisë. Nuk e lejojnë. Unë u tha shqiptar që më 13, u çliruat, hapni pusët, pini ujë të qetë. Këta ditë do shihni këta duke arrestuar. Do t'i heqëm zvarr të dashur shqiptar. Nuk kanë ku strahohen. Kudo që të venë, këtu do vinë. Keni gazetare? Në datën 16 qershor, agjentët e BK-s mbastisën shtëpinë e Belinda Ballukut. Dhe për çudi, sot Belinda ka shkuar në Greqi. Ju habit ky fakt? Mos është arratisur? Mua gazetare nuk habitem se unë pratë pun jam këtu. Spaku, si që thash, zëvendës kryeministrit i ka dërguar një 5-6 herë. Unë e kam përsëritur. Unë i them zëvendës kryeministres, jo në Greqi të vesh, po edhe në henë të vesh, ti këtu në Shqipëri do japësh llogari për vjedhjet, për dëmet që ke bërë kombit, për dëmet që ke bërë rrugëve që bëjnë aksident, që nuk janë bërë ashtu siç duhet, për mashtrimet. Duhet ta kujtosh veten zonja Balluku, si ke qenë dikur në Greqi. Dhe unë i them kryeministrit grek, unë i di që dëgjon me vëmendje. Dëgjon me vëmendje kryeministër. Largoje sa më parë. E mos prano absolutisht asnjë se do të vinë këto ditë shumë. Do vinë disa ministra të jashtëm, disa ministra të brendshëm. Do të vinë të kërkojnë strehim në asnjë mënyrë, do marrë një përgjegjësi penale sepse ju jeni gati kryeministër për të verifikuar dhe pasuritë tënde që ti ke vjedhur. Kam vjedhur dhe në Shqipëri. Pra, largoje, paketoje dhe dërgoje drejt Shqipërisë. Pavarësisht se gjoja ka erdhur për marrëdhënie shtetërore, që s'është e vërtetë. Pra, jo Ballukja që do arrestohet, po si Ballukja janë me qita. Unë e kam thënë edhe përpara dashur bashkëdhetar shqiptar. Për 32 vjet janë 1420 deputet që janë zgjedhur. Të 1420 deputet do verifikohen, janë gati dosjet. Gjithë paratë që kanë dhënë, vila, shtëpi, çfarë kanë rregulluar, do bëhet konfiskim. Por në këtë rast po u them edhe të quajtur milionerë disa. Disa që i kanë bërë me djers, ka bërë një hotel të vogël, një katë, 2 katë. Do t'i japëm edhe një tjetër gradës, nëse ka bërë me djers. Do verifikohet nga i ka gjetë paratë. Sidomos disa oligarkë i quajnë këta, nuk po i them emrat, po dijen se shesën mendje, bredhen, me roje, me viturra, moderne, ven, han, kafe, pin kafe në Milano, janë me vapor, që asnjë në Amerikës ka vapor, u them atyre, nuk keni ku vini. Emrat tuaj janë përsëritur shumë herë, në për gazeta, në për televizori, si milionerët e botës. Dorëzoni çdo gjë. Vishni ato rroba që keni patur, për ndryshe s'kini ku vini. Nuk janë televizorët tuaj, ju dini për ka e them. Nuk janë bangat tuaja, janë të falsifikuara. Pra, të dashur shqiptar këto ditë do ketë arrestime të mëdha.
SPAK-u i ka dërguar, Byroja Kombëtare i ka përfunduar dosjet, gati për gjyq, gati për arestime. Pra, të gjithë do arestohen këto ditë dhe pastaj ne do bëjmë këtë festën për 4 gusht. Do të thosh Jullaj, festën korrikun, më fal. 4 korrik i bie në shqip, më falni se po e gatroj. Pra, do bëhet festa e Amerikës, do bëhet festa e çlirimit të Shqipërisë, unë e bëra më 13, do bëhet festa që do shihni edhe ministrat origjinal, qeveria teknike do bëhet, ne vetëm po shkojmë ku do vëmë. Pra, do t'jeni të gëzuar të gjithë konfiskimet do bëhen për 32 vjet, të gjithë do arrestohen pavarësisht se vënë në gjoja si deputet, mblidhen prap, janë të njëjtit, i patë fytyrat, i patë nuk ishte zgjedhje, po janë arrestime, pse u thoshen përpara janë arrestime, i patë vetë si kanë vjedhur njëri tjetrin, i patë vetë si i kanë firmosur, ku me vula e pa vula. Pra, të njëjtin të dashur shqiptarët e mi kanë bërë. Për 32 vjet janë tallur me juve. Dhe ne e bëm më 13 qershor. E bëm festën e çlirimit të Shqipërisë. Shumë njerëz kishin frikë. Kur do të dali frika? Apo kur bëhet qeveria? Sot janë shqiptarë të dalën të gëzoni të dashur shqiptar. Ai flamur që kam unë më të majt, e flamurin më të djathtë. Këto flamur do valvojnë në të gjithë Shqipërinë. Lufta e tretë ka filluar shumë e ashpër shqiptar. As Kosovë, as Maqedoni, as Maltëzi të jenë të qetë. Sa janë shqiptarë gjallë, sqoni vëllezër, sqoni dhe festojeni çlirimin me Shqipërisë. Nga këta të urryeret që kanë vjedhur, nga këta të urryeret që kanë nxjerrë për te detit me gomona, nga këta të urryeret që djemë të rinj janë bërë ushqim për peshk, nga këta të urryeret që nënat nuk qajnë më dot se janë tharë për 30 e sa vjet, nuk qajnë dot se s'kan fuqi, s'kan ujë të pinë. Erdhi koha juaj shqiptar. Kosovë, më ka lajmëruar duan të vinë me mira e me mira në Shqipëri për ta festuar, po më vinë për ditë në zyrë, po më dërgojnë për ditë nga Amerika, nga Australia, nga Evropa, janë gati t'i shërbejnë komit në punë. Si që ua kam thënë përsëri, po e përsëri. Do bëhen 3 drejtori, lesh thonë këta, do zgjidhet ky ai. Byroja Kombëtare nuk do të ekzistojë. Do me thënë FBI-a shqiptare. Duhen me mira e me mira, djemë të rinj, fizikisht, që e duan këtë kom. Duhet t'jenë me qindra e me mira të tjerë në polici, që e duan këtë kom. T'jenë të rinj, mbi 20 vjet. Duhet t'jenë intelektual, që Shqipëria ka shumë intelektual, si brenda dhe jashtë, për inteligjencën shqiptare. Jemi raca me zgjuar, ne do t'jemi inteligjenca me fuqishme globale. Ne do kontrollojmë çdo gjë, ashtu si na ka bërë natyra Shqipërinë me kufi natyrore. Ne do kontrollojmë se ne kemi historinë. Ne jemi stërnipat e Aleksandrit, të Teutës. Ne jemi stërnipat e Skënderbeut, që la gjitha të mirë, ishte ushtarak më i madh në Turqi, e la mbrapa krave, erdhi në tokën shqiptare për të veshur veshjen e kombit të shqiptarëve, për të veshur shqiponjën, për të çliruar shqiponjën nga turqit, nga të huaj. Kemi 100 vjet shqiptar. U lodha së folur me ju, po flas drejt me dorë në zemër. Ejani, jo për pilinqin, ejani për kombin tuaj, ejani që nuk është jetë në emigrim, nuk mundet të jetoni. Kemi racën të bardhë, një racë, nuk jam kundra racës të zezë, por ne flasëm racën tonë. Ne jemi një kombë, jemi një gjuhë të dashur shqiptar, e dim historinë.
Po mja me këta historian që kanë bërë Shqipërinë për së prapti, tuajt po e shkrojnë realitetin. Kanë dalë nga Vatikani, dual të firmosura nga Aleksandri Madh, që është shqiptar. Pra, ejani ta bim Shqipërinë. Këta do burgosen këto ditë. Zvenc kërëmisi janë Greqi të vej, e nëhen, dofta vajti se kështë zënë malli, kur ka qenë dikur, kur ka punuar, atje. Apo dofta, duke punuar me dyrë të mbyllur, amoj Greqi. Nuk i përballon dot me shqiptarët ti, të kemi aty të lenë, e kam fjallën për qevrin, jo për popullin grek, se shtoni, Arbanitos, janë shqiptarë, veshja shqiptare, gjua shqiptare, kënga shqiptare, pavarësi se 100 vjetë jemi të mbyllur. Po ja pra, ja ku jemi. Ja pra po vinë shqiptarë nga bota, kanë mësuar. Ejani pra të zotroni hotelet, vila, t'i këzoni ju. Po u them edhe njerë atyre të quajtur milionerë. E bani mend që vishin pantalona peleshje s'kishit brek për brenda. Dorëzoni para se të arrestojni. Dosja tuaj është mbushur plot. Dorëzoni, mos dëgjoni ata gazetare, analista që flasën në për televizor, po flasën për luftën e tretë botërore që zgjidhje hiç. Po flasën si disa avukatër. Flasën do hapet parlamenti shtator, jo. Do bëhet qeveria teknike, me kushtetutë të re, do bëhet me president, 13 ministra, 3 drejtori. Ka që shpë. Do bëhet me intelektual, me bijtë e familjeve ti inteligjencës shqiptare. Natën e mirë të dashur bashkëtarë shqiptar, miru pafshim nesër, përsëri do dëgjoni arrestime sonte, do dëgjoni arrestime nesër, dhe njerë mos largoni Fatmir. Nuk pyet njeri për kongresmenët e Amerikës, unë jam në Amerikë, o Fatmir, ne jemi kudo Fatmir, e si kur ti me presidentit dhe shtakohesh, nuk bën dot shpëtim, jo, jemi ne këtu, pra, s'ka më punë, ambasadori është hapur, Nensi është aty, shëgon punën e saj, merë urdhra, pra Nensi po dishe do të thoshe për Fatmirin. Amore Fatmir, harrove se që ke bërë në përfjerë. Pra, natë e mirë dashur shqiptar, do t'i shini të gjithë të burgosur dhe do hiqen zvarë në përburgje. Natë e mirë, shëgojmë nesër në orën 6. Faleminderit profesor. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët shihemi në transmetimin e radhës.